Amerika mendoj se e shkoi deri në atë pikë sa ti thoshë që shikon ne po mbështesim planin tënd në sy të botës. Dhe kjo e bëri që të vinë tërësisht bisedime, sepse duhet ulet të bisedoj një shtet apo një fuqi rajonale e cila në terren po arrin nëpërmes gjuhës së forcës pushtime territoriale. Si mund ulet në negociata dhe të lëshoj fije, të lëshoj territore në negociata që i ka arritur me forcë ushtarake. Dhe Moska më fal, këtë po thotë që po deshët ulemi në bisedime, ne këto territorë që i kemi zaptuar i mbajmë, madje ju duhet largoni, ju Ukraina se duhet largoni dhe nga disa territorë të tjera që do janë territorë astëk që nuk janë ende të pushtuara. Po që i kanë Ukraina si tender. Sepse për ndryshe alternativa kush është? Për ndryshe ne do vazhdojmë luftën, të pushtojmë ato territorë që nuk kemi pushtuar akoma, madje edhe të tjera. Pra, ky është realiteti. Mund të dojë shumë kohë, mund të dojë shumë sakrifica në jetë njerëzve dhe shumë financa të rënuara. Por duket se Moska po e bën këtë gjë. Kemi kërcitjen Amerikë-Europë edhe sot Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, kur renditi 5 pikat kryesore, shtyllat e bisedimeve me Rusin për Ukrainën, nënvizoi të parën nuk mund të ketë kufizime mbi armatosjen e Ukrainës, e dyta respektimi i sovranitetit të Ukrainës, është e treta që bëhet të sigurojë nevojat ekonomike të Ukrainës, e katërta ishte shumë e rëndësishme që planin e zbatimit të një marrëveshje të mundshme duhet ta ketë Bashkimi Evropian dhe NATO-ja, pra i mëshon të kësaj, dhe e pesta është që të kthehet çdo fëmijë i rëmbyer nga Rusia në Ukrainë. Pra duket sikur ka vënë Europa vija të kuqe në këtë plan? Edhe ministri Gjerman i Mbrojtjes pak më herët kishte thënë që ne duhet në këtë situatë, pra në mënyrë se si po qaset aleati strategjik historik të Evropës në këtë çështje i ekspozon evropianët përballë një kërcënimi të rrezikut të ri, që çfarë ndodh nëse këto precedent ratifikohen dhe hapin rrugën për precedente të tjerë të ngjashëm që sot verifikohen në Ukrainë, nesër mund të verifikohen në vendet baltike, nesër në territoret e tjera europiane. Kështu që për të shmangur këtë precedent, Gjermania ishte shprehur edhe kryeministri Merz dhe ministri i Mbrojtjes po e thonë gjithmonë më shpesh, duhet të rishikojë rolin e tyre strategjik pra në aleancën e NATO-s dhe në Bashkimin Evropian, që nën kupton një forcim shumë të madh të Gjermanisë për të përballur sfidave të kohës. Pse ndodhi kjo kërcitje Europë-Amerikë? Muajin parë pam që u parafruan shumë në qëndrimet për sa i takon Ukrainës. Pra, Trump erdhi në linjën europiane, nuk kishin dasi më, siç ishte në fillim të këtij viti. Sepse Trump mbasi këtë e bëri që të afronte Putinin me sustenimin për të arritur një paqe të shpejtë. Sigurisht se zoti Trump dëshmon përmes diplomacisë të tij që synon të arrijë në kohë të rrufeshme marrëveshjet që ai kërkon. Me Moskë nuk ndodhi, me Gazën ndodhi, me vende të tjera në luftimet Indi, Pakistan apo disa shtete të tjera në Afrikë, ai ka arritur të mbyll problemet e tij. Sepse ta kanë bërë këtë pyetje në studio dhe më ke bërë krahasimin që pse Vladimir Putin nuk është Benjamin Netanyahu, po të kujtohet në bisedën e fundit, kështu që. Kjo është thelbi dhe i qëndroi asaj, por besoj se janë korrent kjo pjesë, sepse me Putinin mbasi Trump pa që Putin e zvarrit Kremlinin merr kohë, sepse Putini ka kohë në dispozicion, kurse presidenti amerikan nuk e ka, se ka një mandat, ka një kufi. Ka një kufi kushtetues. Dhe madje Trump kishte lënë edhe të njëjtën, pra që ditën e nesërme si afati, po është shtyr. Para gazetarëve tha disa herë që nuk është deadline mbytës për sa kohë që kryesore është arrihet paqja. Pra mbasi zoti Trump e pa që u mundua ta miklonte, ta afronte sa më shumë Putinin rreth vetes për të treguar paqësor me të me synimin që të merrte diçka, mbas u bind që nuk mund të merrte diçka. Edhe që riktheu në arenën ndërkombëtare me pritjen që i bëri në Alaska në fund. Mbas asaj çfarë ndodhi? Pati një bëshllëk, pati disa muaj heshtje qetësi nga dy palët dhe pastaj pati një embargo. Që ka hyrë në fuqi embargo mbi naftën edhe gazin rus dhe ndaj vendeve treta që importojnë dhe ka hyrë në fuqi 21 nëntor. Kjo mund të jetë një nga arsyet që pse Kremlini u kthyer, bën sikur po kthehet në bisedime për të marrë sërish kohë dhe për të, si thuaç, për të bërë që Amerika të jetë me dorë të butë dhe të mbyllë një sy, të bëjë një syqor përkohësisht ke kjo embargo, me shpresën se do arrihet paqja. Dhe duke marrë kohë dhe duke penguar zbatimin e përpikë të embargos, makineria luftarake ruse vazhdon të pushtojë territorin në Ukrainë. Ju mendoj se është sërish një marrje kohe dhe një zvarritje që Kremlini po i bën Trumpin. Mbas kësaj është pyetja, çfarë do bëjmë me Trumpin mbasi u tall një herë me Alaskën dhe tani nëse do talli sërish me planin e propozuar. Besoj që aty pastaj do kishim një embargo totale dhe më të ashpër, përfshin mbas edhe asetet e ngrira të Moskës në Evropë, po që
ato kanë rrezikun e kundërpërgjigjeve, sepse dhe Bashkimi Evropian ka shumë asete në Rusi. E vërtet. Dhe kryesisht do e vonte Brukseli, do e